Abonentë dashur të ardhur moshur mi mbrëma dhe mi përshëndetje, jemi së bashku me pamje nga Karagaçi PSGU do të jetë edhe kryen ndeshja javës së tetë në ProCredit Superligën e basketbollit të Kosovës. Me Zgo plus 5 dhe Trepçës, ndeshja që do e mbyll edhe këtë xhiro apo xhiron e 8 në Superligën e basketbollit të Kosovës. Kujtojmë që dyja skuadrat po kalojnë një formë mjaft të mirë, duke ditur që skuadra e Trepçës ka 4 fitore deri tash në 6 ndeshje të luajtura dhe ka 2 humbje në anën tjetër Peja, e cila është në vendin e dytë, ka 6 fitore dhe 1 humbje. Trepça që ka një ndeshje tjetër për të zhvilluar me atën me Borën dhe ka një ndeshje më pak të luajtur se skuadra e Pejës. Kujtojmë që vazhdon të jetë bashkimi lider e kampionatit në 7 fitore dhe asnjë humbje, ndërsa Peja që e ka disfatën e vetëm pikërisht nga skuadra e bashkimit. Ndeshja e parë e kampionatit, apo xhira e parë ndeshje mes apo ndeshën Trepça dhe Peja, ku Peja triumfoi në Mitrovic me rezultatin 80-86 dhe për të parë sa dak merret sonte skuadra Mitrovicase ndaj asaj të Pejës. Kujtojmë që Trepça vije pas fitores në derbi ndaj Sikal Prishtinës. Kujtojmë që Trepça fitoi në Prishtinë me rezultatin 75-80, kurse Peja që fitoi ndaj Vllaznimit me rezultatin 86 me 75. Për parë tashmë edhe rosteret e të dyja ekipeve, si për Pejën dhe një ashtu edhe për Trepçën. E shojmë edhe rosterin e skuadrës së Pejës me Shëndrit Lapi, Flatten, Mala, Green, Edwards, Hajdari, Johnson, Berisha, Armstead, Atemaj, Hëndon dhe Sokolnina, ndërsa vazhdon të jetë kryetrajneri i skuadrës pejane Gregory Gibson, kryetrajneri amerikan që po tregon një sukses të deri tanishëm në këtë sezon të rregullt. Te Trepça vazhdon të jetë në krye Adis Beçiragić, njeriu që arriti të fitoj 2 herë me radhë me Trepçën titullin kampion. Dhe kjo është rosteri i Trepçës me Anes Gashën, Gjekori Pejn, Adnan Aslanagić, Henry, Tuna, Zekici Aslani, Music, Hajrizi, Chet Brown, Emzil dhe Dardan Kapiti. Kujtojmë që te Trepça nuk ishte edhe shumë apo kishte shumë zëra që do të kenë ndryshime territoriale të huaj, por për të pritur tashmë se si do reagojnë në vazhdim skuadra Mitrovicase. Kujtojmë që ndeshja e luajtur në Shaninushi mes Bashkimit dhe Vllaznimit ende po luhet çeregu i tretë dhe rezultati që është i barabartë në 50-50. Nga ndë parë shojmë edhe ata Shqipërian edhe një ashtu edhe Adriatik Kroaci, dy figura të larta të Federatës së Basketbollit të Kosovës. Për të folur tashmë edhe për 5 startuese të Peja, për të pritur edhe grafikisht mendimin e regjisë edhe 5 startuese të Peja që do nis me Musa Mala, do të jetë Green, Johnson, Berisha dhe Hendon, ndërsa të skuadra e Trepçës që do të jetë me Gjekori Pejn, Tuna, Muslic, Brown dhe Emzil. E sa i përket gjystarëve do të jetë një treshje shumë e njohur sa i përket referme në basketbollin e Kosovës. Mumini, Gashi dhe Maloku është treshja e gjystarëve, ndërsa si delegati ndeshjet që do të jetë Maloku. Kujtojmë që banka e Pejës sonte është me Lapin, Flatten, Edwards, Hajdari, Armstead, Ademaj dhe Nila, ndërsa te Trepça është Gashi, Aslanagić. Ja shohim edhe grafikisht patchen e skuadrës Trepçës, Pejn, Tunat, Music, Trepçës, Pejn, Tunat, Music, Brown dhe Mustafa Emzil. Banka me Gashin, Aslanagić, Henry, Zekici, Aslani, Hajrizi dhe Dardan Kapiti. Tashmë dyja skuadrat pranë trajnerëve të tyre. Shohim grafikisht edhe 5 startuese të skuadrës së Pejës grafikisht. Për të dëgjuar tashmë edhe himnin shqiptar. Dyja peshe në parket për të pritur tashmë edhe startin e kryendeshjes së javës së tetë mes Pejës dhe Trepçës. Dy skuadra që rivaliteti u rrit viteve të fundit, shkaku i prishjes së miqësisë mes tifozërive
Torcida dhe United City Firm. Edhe kujtojmë se këto dy skuadra ishin edhe në finale në vitin 2023 kur Peja kishte triumfuar në Minatori në ndeshjen e fundit për të shpallur edhe kampion që ishte edhe suksesi i fundit në Superligën e basketbollit e skuadra pejane, ndërsa Trepça më pas që dominojnë në 2 sezonet e fundit, fillimisht në 2024 për të portën në finale yllin e sezonin e kaluar, apo këtë vit 2025 në finale për të Bashkimin që në këtë sezon skuadra Bashkimit që është një nga pretendentët kryesore për të qenë pjesë për të dytën herë me radhë në finale të Superligës së basketbollit. Por është ende herët, ne mund të shohim shumë ndryshime, ja xhambollet parët janë fitore të Trepçës. Pusic. Nerohet Payne me topin në shtaj. Dekori Payne. Tuna i vjen në ndim. Payne va pran Malen. Gjojnë nga Maja, qecën nga Payne, nuk ka pik. Reboundin që merr Hendon. Johnson. Provon të lirohet Berisha. Në formë të mirë Darran Berisha, këtë e dëshmoj edhe me kombëtaren e Kosovës ndaj Shqipërisë, ishte lojtari më i dalluar. Për cilën Berisha. Pasimi për Mala. Provon sulmoj përpara. Mala ndale në gjysmë distancë. Gjuajtja nuk shkon. E lufton më pas Hendon, nuk arrin marrë reboundin. Music provon sulmoj vetë me një jure step. Music përdor tabelën, nuk ka pik. Reboundin që merr më pas Brown. Ka vim pikët e para për skuadrën e Trepçës. Johnson. Berisha. Me njerë provon treshën. Nuk ka pik Berisha. E mbajnë për para. Në akcion Pejen. Dy lojtarët e huajs Johnson dhe Green. Mala. 3 sekonda nga kjo distancë për 3 Musabi nuk shënon. Me rebound Amzil. Payne. Pasimi për të Music. Amzil. Do me Tunën. Tuna matet provon treshën. Tuna nuk ka pik. E Green më i lartë në më marrë reboundin. Mustafa Mala. Ja në pasim i gabuar. Për gjithë tomin ja del. Payne, Music, Payne. Pa markuar për 2 shënon Payne. Zero 4 Trepça. Johnson. Ende për gjithë pikët e para Peja. Janë pasim me dërësi për Green. Ja kësën i bugur. Kombinim shumë i mirë mes Johnson dhe Green. Payne. Përindore Klejt Hilir, sënuan për para, Payne, mbi 2 lojtar, nuk ka pik. Brown me rebound tjetër, në sënë ka foul të Herndon. Personalja pare ti në ndeshje. Brown nga bënë në gjojtën e partë të lirë, mbeten me 2 pikë qënuara. Shojnë në Adis Beciragic. Nëse pari aventurën e basketbolin e Kosovës e nisi pikërisht me Pejen. Nga sezoni që u ndalua shkaku i pandemisë Covid-19. Pas për të vazhduar të ylli. Të tregoj suksesa në skuadrën e yllit dhe më pas dhe me Trepçën. Johnson. Mala sulmon mirë, ka foul. Ka Brown në Malen. Johnson. Kjo distancë për avon treshën Johnson e fort gjuajta, nuk ka pik. Ende për gjithën e treshë Peja. E 4 tentime ka ndalë bësh. Gjuajt e 6 perimetrit. Amzil. Payne. Gjëkori Payne, brojtja e mire Musa Malës. Payne, pasime për Brown.
Ja prerja Tunës, si moment shumë Berisha në mbrojtje për të interceptuar pasimin. Ja pasimi për Johnson. Johnson provon shkoj vetë. Johnson lirohet me një prova për 2. Nuk shënon Johnson. Hamzill për Payne. Tuna. Hamzill është i lirë në ballone, provon për 3. For Gjuajda nuk ka pik. Lufta. Brown me tjetër rebound në sulm. Chet Brown pika e 5 të Tigu ka dhe 3 rebounde. Johnson. Me vez mirë, sulma për para, koridori kreti lirë. Johnson plus 1. 4-7. Vim pikët e para të Johnson. Pas shumë insistimeve për shënuar. Edhe pas tentimit ti të tretë. Më në fund vim pikët, ka një asist ishte pikërisht Johnson që shërbeo për Green. Peja edhe gjedi pikët e para. Ja Beqiragi që i knaqër me lëvizjen e lojtarëve të tij në mbrojtje. Kompleton në nduanin Johnson. Vetëm në një posedim që shkrije dhe vërsia. 5-7. Payne. Hamzill, lëviz mirë, sulmon për para. Hamzill në mesin e dy kundërshtarëve. Ka faul. Fond gjyqtarëve. Personalja 2 do të jetë për Hendon. Shqetësime që rritën tashmë për skuadrën e PS. Me shumë gjaz me njerë do ullë tashmë Hendon për të zëvendësuar Cesare Edwards. Në të parën Hamzill. Në tjetër Gjuajda të lirë. Shënon në të dytën. 5-8. Johnson. Shpecia Manzon për para. Johnson pasimi për Berishën. E pa markuar. Prova në treshën Berisha. E fort. Nuk ka pik. Music. Rebound në mbrojtje. Për cilën Music. Gjanja për një me Johnson. Lëviz mirë. Music sulmon për para. Music nuk ka pik. Do të maj për para trep që nuk kja del, Musa Mala. A ka faul në Musabin jotët. Gjyqtari Gashi, super mbrojtje nga Mikailet Music. E shpjegon Gashi arsyen pse nuk e dha faul në Malën. Pikërisht ati. Brown. Nuk mirë e des me Payne, pasimi gabuar. Super mbrojtje nga Mala, arrit përmirësoj gabimin e tij. Johnson. Edwards, erohet Berisha. Ende për qedo pikët e para. Berisha shkon vet. Shkurtër në gjuajtje. Brown. Pasimi gabuar, arrin vjedh topin. Green, Berisha, sulmon vend, zjedh topin për Green. Green e ziton në gjuajtje, kthen për Berishën. Në baseline, i pa markuar Berisha për 3. Vade fond vjet treshja nga dëmën i mjet. Para zonë e 8 rezultati. Shpërthen Karagoqi. Corey Payne. Payne, Hamzill, në gjysmë distancë gjuajtja, shkon brenda. Mustafa Hamzill, pika 3 dhe ti. Johnson, për Green. Elaj provon treshën. Nuk ka pik Music. Te edhe vëmen që vënuar reboundin, ja pasimi për Tunan. Tuna provon shërbejt e Brown, tjetër topi umër, ka një faul e Tunës. Super mbrojtje nga Taj Green. Topin 3 di umër i Peja, i fajnë i trepës. Galdëm që Peja. Po ty doba të umër deri tash. Apo diskutohet, atë se qëfar kërkoj banka e Pejes në një faul jo sportiv. E do vinë tashojnë tashmë Maluku dhe Mumini.
situatën e fundit. Faulli në Greenin. Shojmë vendimin e gjyqtarit. Malogo do të mbeti vendimin njëjtë, një faul i zakonshëm. Shojmë Hajrizin dhe Henry në parket, ullet Tuna dhe Amzil po ashtu. Si për Pejen që të para soj rezultatin, apo edhe të marrë e bërësin që do ishte e para në ndeshje për ta. Ja, Greni, vëmenshëm, Molla, pasimi për Edwards. Edwards, shojmë shkoputje. Përqënua në layup, Cesar Edwards. Që s'ka e baraban në vjetë, Gjekori Pej. O pranë Mollën, lirohet Music. Pasimi për Ajrizin. Ajrizin për Brown. Brown, dueli me Edwards, dueli i forcave, ka një faul në shtyrje në Brown, është hera e dytë që do e shojmë në vijën e të lirave. Lejtaren që ka 7 reboundet dhe rritash, 4 drejtëre në sul. Chet Brown, ja, Hajdari dhe Flatten që do inkuadrojnë. Largohet Johnson dhe Molla. Apo jo, dhe largohet Green. Në ashtu edhe Dardan Kapiti që pritet të inkuadrohet për herë të parë të Trepqa. Herën e parë, Brown në 2 tentime shënoj vetëm një herë. Por se shfare të Kastilli të ketë saj radhe, shënon e të parën Brown. Sakta në të dytën. 10-12. Brown ullet. Kapiti. Edwards për Flatten. Ta qërsuet për saksi në gjuajt e 6 perimetrit. Flatten për Johnson. Berisha. Pasini për Edwards, Messi kontrolon, i fundit kaluar dhe pikërisht Edwards. Tha gjyqtari Mumini. Nuk ka protesta nga vetë Edwards. Music dhe Payne. Kapiti. Herohet Hajrizi. Një pasim i vështirë për të shënuar nga Kapiti. Një personale Hajrizit për ndalje tranzicionin e Trepqës. Në faljen të Pejës. Johnson në gjysmë distancë, gjuajt e shkon brenda. Për të barazuar në 12 rezultate, pika 5 për Johnson. Payne. Herohet Music. Në do asluaj me Henry, cili shënon treshën. Në pranuar tobe, me njerë provaj gjuajtje. Për gjetër saktësin Henry. Johnson për Berisha, për të parqyqër e bënd. Taktan Berisha, treshja dytë e ti, që të shka barabar në 15. Payne për Ajrizin. Ajrizi ka faul. Pikërisht të Berishës. Arslanagic dhe zë vendin e Mikailet Music. Apo jo, dhe largohet. Pikërisht Music që largohet. E të mbedhe në parket Payne. Henry. Në një prapa për 2, Henry. Shkan brenda kjo gjuajtje.
15-17, 5 pikët e fundit të Trepçës. I ka shënuar pikërisht Henry. Berisha. Nuk shkon kombinimi me Edwards. Payne në kundërzbritje. Payne shkon vet. Payne në layup. Jakari Payne. Të shpejt në tranzicion. Payne, pika 4. Ka dhe 2 asiste aj. Shojmë në njerë. Daljen e shpejt të Payne. Nuk po të përkrojnë nga bashkëtojtarët. Ullet Berisha. Malcolm Armstead në vendin e ti. Johnson. Provan bëj hapin. Rezultat në Trepçën skuadra 5. Dërë arritit barazoj rezultatin. Armstead. Pasimi për Johnson. Lëviz mirë Johnson. Krijon hapësirën Johnson. I këtovi nga duar për pikërisht ka pasur një foul nga Payne. Shojmë sa do t'jenë 2 lira po për Johnson, thënë gjyhtari Gashi. Sakë në gjojnë e partë të Reed Johnson. Ka bënë të dytën, Edwards është fauluar me të marri boundin nga kapiti. Nuk ka faul e përdën Trepça. Do t'jenë tashmë 2 lira për Edwards. Çalan Edwards. Sakta në të dytën. 18-19, 1 minutë e 27 sekunda lojnë e çerikun e parë. Aslanagic. Henry me një propa për 3+1. Ajajaj, qarë gjuajtje. Sa kulturë Henry. Gojt Payne, Music që këthet në parket. Duke që gjykuar si dyshe gjuajtje Henrys. Dhe tjeta një gjuajtje e lirë. Të konfirmuar kjo. Ja, një duke qarë që mbi vijen. Ishte këmba e majt e Henrys. Qalane dhe gjuajtjen e lirë. Tek pik. Përletarin ardhen nga banka. Në këtër prap në 4 e bërsin e Trepçës. Flatten. Green. Flatten me pranuar, provan treshën. Dobe që ngujohet në mes të tabelës dhe Kushit. Dhe Shigjeta që është me shenjë nga ana e PS, andaj topi do t'jetë, apo do të vazhdoj t'jetë aksioni me EPN. Armstead. Green. Qajner Armstead. Në vizmir Malcolm Armstead. Pasimi për Edwards. Dajnë në gjysë distancë. Edwards nuk shënon. Hajrizi. E rebound në mbrojtje. Për cilë dhe Aslanagic. Brown. Një për një me Green. Brown e fort. Brown e hookshot. Nuk ka pik. Tash Green. Rebound në mbrojtje. Flatten për Edwards. Green është i lirë. Edwards insiston. Në mismatch me Hajrizi nuk shënon në gjysëm distancë. Music. Këmë tjetë dhe akcioni fundit i Trepçës këtë qerek. Aslanagic. Lëviz perfekt. Mbrojtja mirë Armsteadin nga prava për t'ja larguar topin nga kontrolli. Periudha për të fituar posedimin Peja. Në mbetën në akcion ekipi Mitrovicas edhe për 10 sekunda tjerë. Henry. Ja, Hajrizi për 3. Nuk ka pik. Shojmë.
fundit ka luajtur Edwards. E 14 sekonda shëri me Trepçen. Vazhdon bëj punë të jashtëzakonshme. Brown në kosh për të mbajtur. Shpesh herë Trepçen përpara në aksion. Arslan Agic. Hapet fusha. Arslan Agic gjithnjë. Pasimi për Brown. Lojën e për një me Edwards me forcë. Brown rrotullohet. Brown provon gjuajtje, nuk ka pik. Lufta për marri ballën dhe shkop te Brown që përplas topin e kosh. Duket që 18-24 në mbyllet çeregu i parë në favor të Trepçës. Një dominim në kosh nga Chet Brown. 8 rebounde. 5 prej tyre në sojnë. Ka 9 pik Brown, lojtari më i dalluar. 8 Henry, 4 Payne. Këta ishin kontribuesit më të mëdhej të skuadra e Trepçës, ndërsa me 6 pik Berisha dhe Johnson që ishin lojtarët më të dalluar të vendasit. Gëlën me pamjet më të mira nga çeregu i parë. Për të dëgjuar me të dytë. Fillimisht ka marketing e më pas do të jemi edhe me pamjet më të mira nga çeregu i parë. Aiden qa, kam vendosur me ndru tekstin këngës. Kusht ka thonë ty m'bank me shku, ka gabu, hape llogarin ti këtu, ngam ti mu. Hape llogarin në bankën ProCredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O heq breski nevoj për këtë punë bankë me shku? Ngam ti mu. Banka ProCredit. Ngoti yllin. Siguroje jetën në Illyria Life. Gati për nisur atë çeregu i dytë, 18-24 çeregu i parë. Trepça që pati 3 aksione me radhë në minutën e fundit, mund të themi, të çeregut të parë që ndihmoi edhe atyre të zerohen në 6 pikë në rezultate, ose gjatë gjithë çeregut e parë ka pasur edhe përsinë ata. Ajrizi në pasim për Brown. Loja 1-1 me Arti Ajdarin, në cilimin e shkakton faul për shmangur Mismeqin. Trepça në parket Henry, Brown, Ajrizi, Arslan Agic dhe Mikailev Musis, ndërsa tepeja Armstead, Edwards, Flatten, Green dhe Ajdari. Ja, Ajrizi provon për 3, shënon, trinon! Ajrizi! 18-27, në përpara Trepça. Malcolm Armstead. Alirohet Flatten, kërkon përgjigjet, provon me njerë gjuajtën për 3, Flatten nuk ka pik, pretendon të jetë fauluar. Garda e PS, ja Ajrizi për tjetër treshe, back to back, trilion Ajrizi! 18-30, 12 për para Trepça. Me njerë krye trajneri Amerikan. Që merë time-outin. Që është i pari për Peje. Pauzë shkurtë për të kthyer prapë.
par efektin e time-outit marrë nga krye trajneri PS Gregory. Armstead për Flatten. Aner Armstead. Armstead lëviz mirë. Jo për gjetur hapësirën, pasimi për Edwards, shkon me fat. Edwards! Akcioni ndeshjes deri tash. Ja topi që u devijua, mjaftueshëm për Edwards. Që më pas për plas topin në kosh. Fash kaputje. Arslan Agic. Henry, këthen topi për Arslan Agic. Brown, Arslan Agic. Brojtja mirë e Armstead, dojnë për një, Arslan Agic. Dojnë për 2, Arslan Agic, nuk ka pik, Brown. Me tjetër rebound në zonë me gjashti. Henry. Henry një alley-oop për Brown. Pika 11 për Chad Brown. 9 rebounde. Offer double-it. Ende pa përfunduar. 15 minutet e para, nëse mund ta quajmë ashtu të pjesë parë, janë të devijuar. Duhet që i fund të kaluar të Edwards, mbrojtja mirë e Trepçës, posedimi do t'jetë me ta. Jamala dhe Herndon që do inkuadron Edwards, do ullet dhe Arti Hajdari po ashtu. Pa përdorën në sulmet e PS Arti Hajdari, që gjithkohës ishte në parket. Madje minimale ishen edhe kontakte e ti me topin. Arslan Agic tedi shpejt, provon krijoj hapësirën. Ja, Ajrizi për treshën e tretë. Me fat shkon brenda, Trillion Ajrizi. I pagabueshëm në lojën jashtë perimetrit. Armstead, Mala. Për të përgjigjur, jo, topi hyrë dhe doli. Henry me rebound, Arslan Agic nuk ngutet. Ka zënë vuaj Peja në këtë qerek të dytë në sulm. Henry. Vucic, edhe ai provon treshën, bang! Mikaelet Vucic, sa shpejt në 18 shkon në vërsia Trepçës. E vi ka tedi lartë në lojën jashtë perimetrit për Mitrovica Sid. Armstead është fauluar nga Arslan Agic. Ja, Berisha dhe Johnson, ditarë më daluar në qerikun e parë, do kthehen në parket për skuadrën e PS. Qerek i dytë që vë dominohet nga skuadra e Trepçës 14-2. Ja, Payne inkuadrohet. E ullet Henry. Mala për Johnson. Ja shojmë pasimi për Green. Ka një fall të Trillion Ajrizit. Personalja dytë. Një fall i dytë ekipori skuadrës së Trepçës. Pak shumë i mirë nga Henry. Ditur që erdhe nga Bankaj. Dojmë që ka 8 pik, 2 asiste, 1 rebound, i pagabueshëm në gjuajtje. 2/2 për gjuajtje për 2 pik, qëllojnë e treshe në gjuajtje të lirë. Green me 2 gjuajtje të lira, ka 2 pik në total, 2 rebound dhe 1 asist deri tash për 11 minuta në parket. Gabon. Green në gjuajtjen e parë të lirë. Gabon në të dytën, mbetet e pa pik Peja. Dhe mbetet me vetëm 2 pik qënuara për shumë se 3 minuta lojnë në qerekun e dytë. Për talent që ka pranuar 14, janë mbrojtje mire Berishës. Ka një fall të Brown nga Herndon. Personalja tretë për të. Flatten duket që do inkuadrohet. Keme zënë cep, pikët është Herndon që do largohet. Pa fat në këtë pjesë të paraj, 3 personale. Shumë
personale dhe Trepçës që ka Ajrizi 2. Dhe të tjerën nga një. Payne. Ajrizi, 3 treshë që nuara deri tash. Mikailet Music. Nga kjo distancë provon për 3 herë bol Suajtja. Lojtja mire e Berishës. Flatten. Berisha, lëviz perfekt, Berisha. Zerë topin për Malen. Anjer Berisha. Berisha provon shkoj vetë, një quajtë shumë e vështirë. Ka faul pjes një. Që i duhe i pes. Ngridur moralin. E plët qerek të dytë. Tuna do inkuadrohet. Ashtu edhe Amzil. Ne shojmë kontakte në fund nga Music, sa ishte në rënje Berisha, ullet Rilan Ajrizi. Edhe ajo ardhën nga banka, ka shënuar 9 pik, 17 pik që ka shënuar banka e Trepçës. Ja, numrat e Brown, 11 pik. E nën rebound i duhet të një për double-double. E Berisha për të kompletuar e nduanin. Qëllën e gjuajnin e lirë të ardhan Berisha, cili ka 9 pik tashmë. Payne. Qëndron pranë Malja. Ish basketbolisti i Trepçës. Payne për Amzil. Music. E pasim për Brown, e topit e rejuan nga Green. Flatten, Johnson. Për Malen, provon me njerë për 3. Malja! Daloj me një time-out. Adis Beqiragic. Një 4-0 shpejt e pes. Ka 18 për ngushtuar në 12 e përsin. Kjo seri që nisi me Berishën dhe që vazhdoj me në treshe Malja. Ja dhe numrat e deri tash dhe efikasiteti që përthuaj se në çdo repart është në anën e Trepçës, sidomos shojmë edhe dominimin në rebounde 21-9. Për së të tjetë, i lëmë me këto numra, një pauzë shkurtër, time-out është i Trepçës. 26, 38, 5 minuta e 50 sekonda lojë. Numrat e Berishës, 9 pikë shënuara. Dojnë që Berisha ka më pak se 10 minuta në parket. Tuna për Payne. Malja nga prapa, dhe që ka fauluar Payne-in. Kapiti. Payne. Henry. Lëviz mirë. Amzil, ja pasimi gabuar, provon ta rikuperoj topin Kapiti, i fundi ka luajtur Doraj, posedimi do vjet me Payne. Ka në vëzdiz një Adis Beqiragic. Berisha. Johnson. Johnson provon të synuaj mirë. Johnson, pasimi nuk filtron për Green. Flatten, Johnson. Provon të lirohet me fort. Johnson në mesën e dy kundërshtarëve, pasimi për Green i gabuar. Henry për Tuna, Malja, një angazhim i jashtëzakonshëm për daljen tranzicionin e Trepçës.
Amzel me pranuar dojnë provon për 3, nuk ka pik, Henry me rebound, Henry vazhdon dominoj Trepça në reboundet ofensive, kujtojmë që kjo është reboundi i 9 Trepçës në sulm. Berisha provon të filmoj vetë, Berisha pasimi i gabuar, tjetër top i humbur i Pejës, Henry Tuna luan me Kapitin, këthen topin për Henry. Henry me një prapë, ambi Johnson për 3. Topi yre dhe doli, Kapiti me rebound në sul. Payne, edhe i provon treshë, nuk shënon, Tuna dhe Amzel. Asesit për i box-outin Peja. Të përshvicon më së miri skuadra Trepçës. 26-22. Asesit ma reboundin në mbrojtje Peja. I nervëzuar Berisha ndërta me dhe drejt. Për njashtu edhe trajneri Pejës që të redë me një time-out. Edhe 4 minuta 16 sekonda loj në këtë pjesë të parë, fillimisht time-out i Pejës. Për parë se do mbuloj hapësira në nënkër skuadra Pejës. Do bëj box-outin si s'duhet. Ky fang është edhe armiku më i madh i lojës së Pejës në këtë pjesë të parë. Po Peja pikërisht në atë pik po e sulmon. Apo Trepça falë pikërisht në atë pik po sulmon Peja. Një Berisha për 3. Nuk ka pik, shumë çfarë kanë ngjarë. Ka një foul të Henry në Edwards. Pasi me rrezikshëm për Berisha, me topin ka dalur jashtë. Apo me topin ka kaluar në gjysmë fushën. E vet Berisha. Pasim të rrezikshëm u duk qysh në nisje të pasimit. Tuna. Kapiti. Për Henry. Amzel në mesën e dy kundërshtarëve, provon një floater, nuk ka pik, Kapiti. Për pak ma reboundin e ka Tuna, po Edwards. Fonde ka Edwards, ka një foul. Në Edwards nuk ka më foul e për dhënë Trepça. Dy tira do t'jenë pikërisht për të. Kaban Edwards. Stak në të dytën. Ajrizi dhe Brown në parket për Trepçën. Largohet Kapiti dhe Amzel. Largohet Chad Brown, i tare me 9 reboundet. 19 pikë shënuara. Bashkë edhe Ajrizi, i tare me 3 treshe. Payne, Roman shkoj vet, Payne. Dojnë me këmbë. Do dhe intervjuar nga Johnson.
Pejnë për Ajrizi. 3 minuta e gjysmë e lojë në pjesën e parë. Trilian Ajrizi. Gjuajtje e vështirë, Henrys nuk shënon, Johnson. Një shpejt tranzicione, shumë se shpejt është Johnson. Johnson provat shkoj vetë, super mbrojtje nga Henry. Dhe duhet këtë dëmtuar këmbën më pasaj. Se duke që të këtë pasur kontakt në dorën e Johnsonit nga Henry. Arslan Agic dhe ullet Henry shkaku i dëmtimit. Duke që ka përvënduar edhe ndeshja ku në Shani Nushi skuadra e vllaznimit ka triumfuar ndaj liderit bashkimi, së dhe stjeni gjuajtje ju e sakte. Pejës në akcionin e radhe skuadra e Trepqës. Kali faul në malën. Ajrizi. Ajrizi rotullohet. Ajrizi e jedh në ajër grinë. Qfar një vizje bukur nga Trilian Ajrizi. 11 pikaj. Mrekullueshëm Ajrizi nga banka. Ka edhe 3 rebounde. Johnson për Berisha. Ja qfar një vizje mirë dhe nga Berisha. Fauli është i Tunës. E dy tira do t'jenë për Dardan Berishën. Pik nga Berisha, një gjuajt e lirë më herët e përvuan Gaj. Tuna ullet. 3 personale për Batir Tunan. Qalan Berisha në gjuajtën e partë e lirë, lejtari partë. Peja me pik dy shifrore, 10 kanët e taj, ndërsa Brown, Ajrizi e Henry. Dy shifra që ka numra, janë rebound në sënë në shënon me foul, Edwards. 30-24. Edwards, një gjuajt e lirë për të. Qalan, Edwards apo do të përsëritet, apo jo, ka shkelur vija, nuk ka. Pik për Edwards, nga Elira. Ajrizi. Arslan Agic, shojmë koridori, krejti linja, edhe ju për Brown, nuk arrin ta kompletoj aj. Samola. For Edwards. Ja Johnson. Romancën Mike ka një foul të Gjekori Payne. Nuk ka më foul e bërdhen. Që ko skuadra Trepqës. Andaj do t'jenë tashmë të gjuajt e tira edhe për Johnson. Johnson ka banë të dytën, Edwards të rebound në sul. Johnson provon të sulmoj vetë, pasim me për Green, top i umër, Ajrizi, rikuperon Green, po Edwards përdo 33-24, provon Peja. Në fund të kësaj pjesët partë, Peja në rezultat. Arslan Agic.
Johnson, Agic provan shkoj veç, çfarë mbrojtje mirë nga Johnson, tranzicioni është i Pes me Green, i cili shënon në layup, time-out, Artis Bekshir Agic. Në një shimë shkrihet tash me bërësia Trepçës, 35-24. Elektrizohet edhe Karagoçi në pej. Time-out Trepça. Ja numrat të Edwards dhe Airizi që të dyme nga 11 pik. 5 ribande që ka Edwards për dalim që 3 Airizi. Tmusic. Shumë sa ka përgjigje Trepça. Pas një seri e 8 pozitive të Pes. Mikail Tmusic për Qakori Payne. Payne. Henry mundohet të ndimoj, në switch tashmë me Johnson. Ja Payne, pasimi për Airizin, Airizi për 3, Forgjuajda nuk ka pik, Tmusic, Payne. Pasimi për Brown, vede për para Trepça, Brown nga vërsia, Brown shënon. Pika 13 për Chet Brown. Dardan Berisha. Provan shkoj vetë, Johnson, dalet, provan treshën! Jordan Johnson, pika 10, asisti i pari Berishës, 38-26. Qakori Payne. Henry. Për Payne, provan përgjigjet, Payne për 3, nuk ka pik. Green, Edwards e kontrollan tomen, gjithë koha mbete duke që do t'jetë me Payne. Në këtë 5 të parë, Jordan Johnson. Kërkon Tomin Berisha, kërkon Byllaj Qerekun. Johnson. 5 sekonda, vazhdon mjetë kohën Johnson. 2 litar pranë ti, Johnson. Kërkon faulin, ato pranohet Trepça. Ende nuk është marrë vendime, vëdën vetëm se një faul në Johnson, për parë se a do të ketë vlerë gjuajtja Johnson, apo do t'jem vetëm 2 gjuajtje tira për të. Shumë gjash të vinë gjystarën për ta parë nga ofër. Shojmë edhe njerë aksionin dhe kontaktin e mes Johnsoni dhe Brown. Vinë Maluku dhe Mumini nga avërsia në monitor për ta parë. Nuk ka treshe për Jordan Johnson, i marshëm ishte faullet dhe të mbesin në një presje 2 sekonda. Ko në pjesën e parë, apo në qerekun e dytë.
Johnson me 10 pikë nga 5 tentime nga të lira, ka shënuar 3 herë. Edhe kësaj radhe jo në efikasitetin më të mirë, ka bën në gjuajtën e parë të lirë. Maksimumi që mund të bëj tashmë Peja është që ta shkri vetëm në 7 e bërsin e kampionit aktual të Kosovës. Shëran Johnson në të dytën, a do të ketë kohë për Ajrizin, Ajrizin ka kjo distancë për 3, jo, bylle 39-26. Pjesa parë që shkon në favor të skuadrës e Trepçës, e cila në këtë qerek të dytë parë e bërsin deri në 18 pikë. Ma i daluarit e Peja Johnson me 11 pikë, Berisha me 10, 11 pati edhe Edwards. Njashtu edhe qartë rebound, në anën tjetër e Trepça Brown me 13 pikë shënuara 9 rebounde. Kontributi mirë nga Ajrizi me 10 pikë shënoj edhe Henry. Një pauzë për 15 minuta mos të largoni. Na pret një pjesë e dytë interesante në derbin mes Pejës dhe Trepçës.